Zoti Ministri i Punëve të Brendshme, shkolla bazë me rastin e fillimit të kushtit 10 ndodhet arrestuar. Drejtori i shkollës drejtues Ardi Veliu. Përshëndetje. Qetso. Ndërsa koha ecën me ritme e saj dhe shoqëria shqiptare është e orientuar pa ekuivok drejt integrimit evropian të saj, pritshmëria e qytetarëve dhe familjeve tona për nivelin e shërbimit ndaj qytetarëve nga policia e shtetit të rritet. 5.000 të rinj dhe të reja u bën pjesë e konkursit për vetëm 300 të drejta studimi në Akademinë e Policisë. Ne besojmë shumë që ky është institucioni bazë për të ngritur nivelin profesional të gjithë atyre që duan të kontribuojnë në policinë e shtetit, për të shërbyer qytetarëve dhe për ta bërë Shqipërinë dhe shoqërinë më të drejtë.